O robërt Allahut, pejgamberi Allahut, Ejubi alayhi salam, ishte shembull i madh i durimit në sprova të vështira. E goditi sprova dhe ai mbeti i durueshëm, duke shpresuar shpërblimin dhe i lidhur fort me Zotin e tij të lartësuar. Kur sprova ju rëndua për shumë vite, ai ju drejtua Zotit të tij dhe ja paraqiti atij nevojën e tij. Kështu, me njëherë erdhi lehtësimi dhe Allahu e shëroi nga ajo smundje me të cilën ishte sprovuar. Thot Allahu i lartësuar, kujtoje Ejubin kur ju lut Zotit vet. Mua më ka goditur vështirësia, e tije më mëshiruesi i mëshiruesve. Ne ju përgjigjem atij, ja larguam mjerimin që kishte dhe ja kthyem familjen të dyfishuar në numër. Këtë e bëm nga mëshira jonë dhe që të jetë për kujtesë për ata që na adhurojnë. Kjo është mëshira e Allahut ndaj miqve të tij. Thot Allahu rahmatan min indina, nga mëshira jonë. Ejubi është shembull që e ndjekin të devotshmit dhe ngushëllim për të sprovuarit. Ai, me gjithë pozitën e tij të lartë te Zoti i tij, u sprovua me një smundje të rëndë dhe të gjatë. Domethënë, jo çdo i sprovuar është për shkak të ndonjë gjunahi që ka bërë, apo për shkak se është i nënçmuar tek Allahu. Ai është shembull për të devotshmit në durimin e gjatë dhe kënaqësinë me caktimet e dhimbshme të Allahut. Ashpërsia e smundjes apo zgjatja e saj nuk i shtyn këta njerëz të kërkojnë shërim me diçka që është haram, si shkuarja te fallxorët apo mjekimi me gjëra të ndaluara. Krahas këtyre vështirësive, nuk e humb madhrimin e Allahut dhe edukatën në lutje ndaj tij. Nuk ka thënë, o Allah, ti më ke dërguar smundje, por ka thënë, më ka goditur vështirësia. Këtë edukat ndaj Allahut e shfaq miku i Allahut Ibrahimi alayhis salam. Ai ka qenë në pozitë të thirrjes për tek Allahu, duke i ftuar njerëzit që ta veçojnë Allahun me adhurim, por shikoni si zgjedh fjalët. Thot Allahu i lartësuar, ka thënë, thot Allahu, ai tha, a keni menduar mirë për çfarë keni adhuruar ju? Si ju, ashtu edhe të parët tuaj të lashtë. Në të vërtetë, ata janë armiqtë e mi, përveç Zotit të botëve, i cili më ka krijuar dhe më udhëzon. Alladhi khalaqani fa huwa yahdin. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, i cili më ushqen dhe më jap të pi. Wa idha maridtu fa huwa yashfin, dhe kur smurem ai më shëron. Të gjitha mirësitë ja përshkruan Allahut, por kur vjen të smundja, atë ja atribuon vetes. Nuk thot kur më smur më shëron, por thot kur unë smurem ai më shëron. Kjo është për shkak të madhrimit të bukur të Allahut dhe respektit madhështor ndaj tij. Madje nga edukata e bukur dhe madhrimi i madh ndaj Allahut, pejgamberët nuk janë drejtuar në lutje me kërkesë të drejtë për drejtë ndaj Allahut, por janë mjaftuar vetëm me përmendjen e nevojës. Përmendëm më herët si janë lutur Nuhi dhe Ejubi alayhimus salam, Musa alayhis salam kur ka qenë nevojtar dhe i uritur, nuk i drejtohet Allahut dhe nuk thot më ushqe, por thot Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Zoti im, çfarë do dhuntie që të më japësh, unë jam nevojtar. Yunusi alayhis salam, duke qenë në ngushticën e barkut të peshkut, në presionin e detit, në errësirën e natës, i drejtohet Allahut, vetëm duke shprehur tauhidin dhe lartësimin e Allahut, si dhe duke e fajsuar veten për atë që ka ndodhur. Thot, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nuk ka të adhuruar me të drejtë pos teje. Ti je i lartësuar dhe i pastër nga tmetat, unë isha i padrejtë. Pejgamberët e Allahut nuk kanë lënë asnjë mangësi në adhurim, pa marrë parasysh në cilën pozitë dhe në cilën gjendje janë.